Përshëndetje të dashur miq. Sot kisha dëshirë të flisja në lidhje me dhunën ndaj grave, si mund të shmanget, si mund të eliminohet ajo. Ne në fakt jemi shumë sensibël kur dëgjojmë televizor që u dhunua kjo grua, u vra kjo grua nga buri ose ndodhi dhunë në familje. Pse ndodh dhuna në familje? Një arsye është që femrat e lidhin jetën me njerëz gangstera. Po këta gangsterat kanë lek, kanë para. Dhe kështu që kjo ndikon që ato të lidhen me njerëz të pasur që do jenë një ambrell mbrojtëse financiare për to. Pse femrat lidhen me djem gangstera? Sigurisht për ata që thamë që duan të kenë mbrojtje financiare. Nëse pyet femrat që kush ju pëlqen më shumë, ujku apo qengji, është interesante që shumë prej tyre do të thonë që na pëlqen ujku. Femrat tani kur martohen me burin në përgjithësi tentojnë të kërkojnë luksin, pra nuk është se janë nikoqire shumë në familje. Kërkojnë luksin, kërkojnë të marrin burit të parat, por kjo shkakton një barrë psikologjike të madhe tek buri. Dhe kështu që shkakton një irritim. Dhe kështu që një arsye që femra mund ta amortizojë dhunën në familje është kështu duke qenë nikoqire pra. Femra duhet të jenë të embla dhe ta zbusin burin. Në momentin kur femra shikon që buri i irritohet, nxehet ashtu, ajo ka aftësi nga Zoti që të jetë mikluese, të jetë aktore dhe të bëhet e embël, të arrijë të zbusë burin. Mirëpo, shpeshherë ndodh e kundërta, femrat e shajnë nganjëherë burin ose injorojnë në publik burin, gjë që shkakton zemërim të tij. Një arsye tjetër që ndodh edhe dhuna në familje është se femrat ndonjëherë tentojnë të dredhin, të dredhojnë, nuk e mbajnë fjalën gratë në familje, nuk kanë burrëri. Dhe kjo gjë e bën ato të jenë të ekspozuara ndaj dhunës. Mirë, sot përmenda disa faktorë që mund ta zbusin dhunën në familje. Sigurisht, me këtë nuk duam të justifikojmë dhunën e burrave në familje. Pra, le të kemi parasysh këto këshilla për të shmangur atë që quhet dhuna në familje. Faleminderit që folëm bashkë.